Jemi këtu me trajnerin Bledar Gjeshën. Bledar, nga fillimi deri në fund Bora sonte ka udhëheq, u pa se motivi kishte rënë pa këtë skuadra juaj, cila është arsyeja e humbjes sonte? Po, si që përmend edhe ti, problemi ishte sepse motivimi i skuadrës ka rap. Mas asaj ndeshje finalit kupës, ne duhet me gjetë se s'bën rrugën për me vazhdu aty ku synimi jonë është kryesor për fundin e kampionatit. Megjithatë sot skuadra nuk e gjeti veten për asnjë moment. Diferencën e bani kapjet e topave në tabel, ato kanë 14 topa më shumë se sa ne. Po kështu edhe numri i asistimeve, pra skuadra e Borës ishte sot më e qartë se sa ne. Ne nuk dolëm me përjashtim disa momenteve të vogla, ku ushtrum pak presion dhe morëm pak veten, po nuk e vazhduam. Aty kur ishte ne duan për me kthy pak lojën, nuk ishim në gjendje. S'kam se që me thanë, vetëm se duhet këto 10 ditë t'i shërbejnë skuadrës për mu relaksu pak dhe me fillu edhe herë, që thash edhe në fillim, për me realizu synimet tona. Faleminderit shumë.